16 vjeçarët që votojnë nuk shihen si një ide e mirë nga shoqata për të drejtat e njeriut dhe OSBE-n. Propozimi surprizë i kryeministrit Berisha në mbledhjen e grupit kuvendor nuk ka gjetur mbështetjen e shoqërisë civile dhe ambasadorit të OSBE-s në Tiranë Wolfart. Gjatë një tryeze për zgjedhjet fillimisht drejtuesit e organizatës për të drejtat e njeriut në Tiranë Kozeta Kati dhe më pas edhe ambasadori Wolfart kanë kundërshtuar propozimin duke argumentuar se nuk mund të votojnë fëmijët. E drejta e votuesit vjen me njerë mbasi ka fëmia ka mbushur 18 vjeç. Atëherë ai nuk është më fëmijë, po është majorel dhe ka të drejtën e votës. Nëse kjo është një nisëm, nuk e di se si do të trajtohet, por është një nisëm e cila do të merret në konsiderat, unë e quaj një shkelje flagrante të drejtave të fëmijës. Dhe 16 vjeç nuk mund të trajtohet, nëse themi do votojmë në moshën 16 vjeç, atëherë ne na lindë drejta të themi do votojmë në moshën 1 vjeç. Because nothing is completely set in stone. Mendoj që mund të jetë një opsion për të ardhmen, ndoshta për zgjedhjet e 2017-s, por sepse asgjë nuk është e pandryshueshme dhe çdo gjë mund të diskutohet në publik edhe në parlament, por mendoj që nuk ka kohë për këto zgjedhje sepse jemi vetëm 3 muaj larg në fakt. Që është shumë e rëndësishme që të kemi një situatë të qëndrueshme përpara zgjedhjeve dhe të mos bëhen ndryshime. Forumi Civil 2010, pjesës së cilës janë 2 ish-presidentë të Republikës së Shqipërisë, Alfred Mojsiu dhe Recep Mejdani, organizuan sot një tryezë ku shprehen shqetësimin për situatën parazgjedhore dhe për përzgjedhjen nga partitë politike të kandidatëve për deputet.